Vera e vetë përmbajtjes, si ta ruajmë shpirtin kur bota shpërqendrohet. Vera është stina e lirisë, udhëtimeve dhe pushimeve. Është koha kur ritmi i punës ulet, ditët zgjaten dhe secili prej nesh kërkon të çlodhet, të aratiset nga rutina e përditshme e të shijojë bukuritë e natyrës. Mirëpo, bashkë me atmosferën e relaksit të verës, vjen edhe një nga sfidat më të mëdha shpirtërore të vitit, shpërqendrimi masiv. Në plazhe, në rrugët e qyteteve apo gjatë udhëtimeve, atmosfera e shfrenimit, e pakujdesisë dhe e materializmit na rrethon nga të gjitha anët. Por shumë nga ne, vera shndërrohet padashur në një stin ku harrohen zakonet e mira shpirtërore, lihen me një oraret e lutjeve dhe relaksohen kufit e moralit. Formohet një përshtypje e rreme se gjatë pushimeve mund të marrim një pauzë edhe nga përgjegjësia jonë karshi krijuesit. Por a mund të bëjmë pushime, të kënaqemi e të çlodhemi, pa humbur vetveten dhe pa u shkëputur nga krijuesi ynë? Islami kurrë nuk e ka ndaluar gëzimin, pushimin apo shijimin e të mirave të kësaj bote. Përkundrazi, udhëtimi nëpër tokë, vëzhgimi i deteve dhe maleve dhe çlodhja e trupit janë ushqimi domosdoshëm për mendjen. Zoti i Madhëruar na fton në Kuranin famlart të meditojmë mbi gjithësinë dhe të mos i harrojmë mirësitë që na janë dhuruar. Në surën Araf ajeti 32, Allahu i lartësuar thotë: Thuaj, kush i ndaloi zbukurimet e Allahut, të cilat ai i krijoi për robërit e tij, dhe ushqimet e mira, thuaj, ato janë për besimtarët në këtë botë, ndërsa në ditën e gjykimit janë vetëm për ta. Kjo na tregon se të shijosh bukuritë e natyrës, ajrin e pastër, detin apo ushqimet e shijshme nuk është gjë e ndaluar. Përkundrazi, është një rast për të dëshmuar madhështinë e krijuesit dhe për të shprehur mirënjohje të thellë. Mirëpo besimtari i pjekur dhe i mençur di si ta ruaj pastërtinë e shpirtit e të zemrës në çdo mjedis ku ndodhet. Zoti i Madhëruar na jep një parim udhëheqës në Kuranin famlart që i drejtohet drejt për drejt sfidave vizuale dhe mjedisore të ditëve tona. Allahu thotë: Thuaj ju besimtarëve të ulin shikimet e tyre dhe t'i ruajnë pjesët e tyre private. Kjo është më e pastër për ta. Vërtet Allahu është i njohur me atë që ata bëjnë. Surja Nur 30. Ulja e shikimit dhe ruajtja e dinjitetit nuk është asnjëherë kufizim i lirisë, por mbrojtja më e mirë e paqes së brendshme. Syrit i pëlqen të shoh, por çdo imazh që depërton përmes syve tan lë një gjurmë të drejtë për drejtë në zemër. Kur ruajmë shikimin nga ndaluara në ditët e nxehta të verës, ne ruajmë qetësinë e shpirtit, respektin për veten dhe lidhjen tonë me Zotin. Për më tepër, profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, na ka mësuar se vlera e një vepre të mirë shtohet shumë fish pikërisht atëherë kur ajo kryhet në kohë apo mjedise ku shumica e njerëzve janë të shpërqendruar apo harrojnë. Në një hadith të saktë i dërguari i Allahut ka thënë: Adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit në kohë trazirash apo shpërqendrimit të përgjithshëm është si një hixhret, emigrim drejt meje. Mendoje këtë për një moment. Ndërsa bota rreth teje shpërqendrohet pas kënaqësive të përkohshme, mbajtja e faljes në kohë gjatë udhëtimeve, ruajtja e moralit, përdorimi i fjalës së mirë, respekti ndaj njerëzve dhe ndihma për ata që kanë nevojë në mes të verës, është një nga veprat më të larta që të afrojnë me krijuesin. Dhe kur përballemi me tundimet e përditshme apo me dëshirat e vetes në këto ditë me diell, profeti Muhammed na kujton rëndësinë e kontrollit të vetvetes në një tjetër hadith të saktë transmetuar nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me të. Nuk është i fuqishëm ai që mund të tjerët në mundje, por i fuqishëm është ai që kontrollon veten kur përfshihet nga mllëfja apo tundimi. Asnjëherë mos mendoni se vetë përmbajtja në verë qëllon të na heqë kënaqësinë e udhëtimit. Në fakt, ajo na liron nga skllavëria e epsheve të çastit dhe na dhuron një lloj lirie shumë të thellë, lirinë e shpirtit. Kur njeriu mëson të thotë jo një tundimi të përkohshëm, ai fiton respektin për veten dhe përjeton një paqe që asnjë plazh apo luks i kësaj bote nuk mund t'i ofrojë. Edhe gjatë ditëve më të ngarkuara me udhëtime, le të mos e harrojmë falënderimin. Kur ulemi pranë bregdetit apo në hijen e maleve, le të kujtojmë se krijuesi që krijoi atë bukuri magjepsëse është ai që na ka dhuruar edhe shëndetin për ta shijuar atë. Vera nuk është një arsyetim për të harruar se kush jemi. Ajo është mundësia ideale për të provuar pjekurinë tonë shpirtërore. Le të shijojmë detin, malin, ajrin e pastër dhe kohën e çmueshme me familjen,
por duke marrë gjithmonë me vete dritën e falënderimit, vetëpërmbajtjes dhe devotshmërisë.